Jemi duke jetuar në momente të vështira politike dhe duhet dhënë më tepër seriozitet edhe organizimeve politike dhe qasjes që duhet të kemi ndaj organizimeve politike. Kështu ka deklaruar kryetari i Lidhjes Shqiptare Zjadin Sela, mbrëm në emisionin Debat në Shenja. Sa i përket ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ai tha se nuk i frikësohet kompetencës profesionale, por paragjykimit. Ai thot se ky ligj u fut në kushtetut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike. Ndaj dhe duhej i ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike. Unë thash, zoti Shazivari le të kthehet në gjenezë, le t'ja bëj pyetjen vetes. Unë spjegova. Jo, dakor. Pse u desh një drejt për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Pse këtë të drejtë e implementojnë shtetet të cilët janë multietnike? Apo? Se shtetet monoetnike nuk kanë nevojë dhe që kanë demokraci të zhvilluar, nuk kanë nevojë që të implementojnë këtë gjëra, apo? Po megjithatë, ai duhet ta di shumë mirë, me që po merret me atë punë, se pse u fut në kushtetut kjo drejt. U fut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike. Dhe duhet ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike. Ndërkaq, sa i përket deklaratave të zëvendës kryeministrit Aleksandar Nikolovski, separimi i fituesit me fituesin nuk do të vlej as në zgjedhjet e ardhshme, Sela thot se kjo është dëshirë e tij. Ndërsa sa i përket partisë në pushtet VMRO-DPMNE-s, ai thot se ata po sillen si në vitin 2008, kur BDI-s i avendosi kusht ligjin për përdorimin e gjuhëve që e flasin mbi 20% të popullatës dhe që është e ndryshme nga maqedonishtja, nëse dëshirojnë të hyjnë në qeveri. Shumë saktë ka thënë Arben Xhaferi. Në Maqedoni çfarë lejon kushtetuta ta pamundsojnë me ligj. Çfarë ta mundson ligji ta ndalon ai te sporteli ai administratës. Apo, e njëjta logjik. po ndodh edhe sa. Tani, VMRO-ja vetëm se e shtyn përfaqësimin e drejtë dhe adekuat që ta bëhet parealizueshëm. Zoti Kasami, nëse i pranon kushtet e mia, hajde le të vije bashkë me zotin Mexhitin, të ulemi dhe bashkarisht të kushtet t'ia vendojmë Mickovskit. Nëse ai nuk i pranon, bashkë me mu, bëjmë frontin shqiptar. Tutje, Sela tha se ka kërkuar kushte në të mirën e shqiptarëve dhe jo për vete, duke theksuar se Badenterin në gjykatën kushtetuese nuk e kërkon për të siguruar nevojat e tij, por për të siguruar ligjet që thuhet se janë të mira për shqiptarët, që mos t'i rrëzojë gjykata kushtetuese e udhëhequr vetëm nga parimi etnik.